Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kritikoi qeverinë për menaxhimin e situatës së zjarreve, duke thënë se nuk është mbajtur asnjë premtim financiar për zjarrfiksit. Zjarret në të katër anët në tërësi janë jashtë kontrolli. Trajtimi i zjarrfiksve dhe punojësve të angazhuar në shurjen e flakëve të zjarrit është cinik, i pa shpirt, asnjë që ndar nga premtimet dhe që e meritojnë të shtesave për vështirësitë e mëdha përballë zjarrit, atyre gjerësot nuk është dhënë. Kryedemokrati deklaroi se Partia Demokratike do të ndërmarrë çdo hap për të kundërshtuar propozimin e socialistëve për shkrirjen e 15 bashkive të vendit. Kjo është platformë e shpopullimit të Shqipërisë më e fuqishme disa herë se ajo Çubriloviçit në Kosovë, sepse kjo de facto privon qytetarët nga shërbimet e domosdoshme për komunitetet në zonat e tyre. Ne natyrisht po e ndjekim, kemi një dhe do vazhdojmë një dialog me qytetarët, do ndërmarrim të gjitha hapat për e duhura për kundërshtimin e saj. Nga Selia Blu, Berisha paralajmëroi ndryshime në kuvend, duke thënë se kryetari i kuvendit Niko Peleshi do të zëvendësohet me Tauland Ballën. Krijohet Komisioni Balla. Komisioni Balla është komisioni që po kontrollon statuset në mediat sociale të nomenklaturës, për të identifikuar ata të cilët nuk kanë bërë statuse kundër lëvizjes rinore qytetare dhe flamingove. Pra, viktime e parë e Komisionit Balla do të jetë Niko Peleshi. Pritet zëvendësimi i shpejt i Peleshit me Ballën, la e thaj, Balla i ka mbet atij.